Është arrestuar Fatmir Sheholli në ndyshimin për spionazh të Serbia. Lajmin i pari e ka bërë të ditur ministri në detyrë i brendshëm Xhelal Sveçla, ku ka bërë të ditur se arrestimi i Shehollit ka ardhur si rezultat i ngushtë i bashkëpunimit në mes të prokurisë, policisë së Kosovës dhe AKI-s. Arrestimin e Shehollit e kanë konfirmuar edhe nga prokuria speciale. Aty thuhet se arrestimi ka ndodhur pas hetimeve disa mujore. Prokuria ka bërë të ditur se po kryen edhe bastisje në vendbanimin e Shehollit, ku i njëjti është dërguar në mbajtje për 48 orë. Përpos Shehollit, nga Prokuria Speciale e Kosovës brenda një periudhe janë arrestuar edhe disa persona të tjerë në ndyshimin për spionazh te BIA serbe. Muharrem Qerimi dhe Bedri Shabani ishin arrestuar gjatë vitit 2024, ku tashmë dhe janë duke u përballur me procesin gjyqësor. Nga specialja është arrestuar dhe Hysri Selimi, ku dyshohet se kishte bashkëpunuar me BIA-n nga nëntori i vitit 2009 deri në momentin e arrestimit me 6 maj 2025, dhe se kishte udhëtuar në Siri duke u bashkuar organizatës terroriste ISIS. Në Kosovë, gjithashtu është arrestuar edhe punonësja OSBE-s Jelena Gjukanović, ku disa ditë më parë u paraqit në gjykatë në akuzat për spionazh. Gjatë këtij viti, Prokuria Speciale ka njoftuar se u arrestua dhe tugeri policor Bojan Jevtić në ndyshimin për spionazh.